Atëherë, duke qenë se sporti është shumë i dashur dhe duke qenë se edhe për kombinatin është shumë i rëndësishëm, jemi në një episod tjetër të Ju flet kombinati, që është qyteti brenda kryeqytetit, siç i themi ne, ku sot kam shumë kënaqësi të kem krah meje Krisi Ramadanin, që është sportisti i ekipit të Tiranës dhe i ekipit kombëtar të peshngritjes, dhe në krahun tjetër Armand Çullhaj, që është trajner dhe njëkohësisht themi menaxher i Akademisë Tekstili të futbollit në kombinat, në fushat Gersi, ashtu si e njohim gjithë. Calceto Gersi. Dhe shumë kënaqësi pra që ju kam këtu sot. Jemi në një bisedë të lirë ku ne dëshirojmë shumë që t'i themi gjërat siç janë, të jemi të vërtet në atë që themi, për të prekur botën e 1/6, botën e kombinatit në tërësinë e vet, nga këndvështrimet ndryshme të përfaqësuesve të komuniteteve, të grupeve të interesit, të apasionuarve të ndryshëm të fushave të ndryshme, ku sporti zë një vend të rëndësishëm në jetën e njerëzve dhe është një nga aktivitetet që ka vlerë të jashtëzakonshme edhe edukative dhe sociale. Edhe kështu që japim rëndësi jo vetëm temës për shkak të vlerave që ajo ka, por edhe juve për arritjet tuaja personale dhe për atë sakrifisë madhe që ju bëni, sidomos në nivelet të larta profesionale në rastin tuaj, sidomos në nivele shoqërore në rastin tuaj, në këtë projekt që drejton atje. Kështu që si do ja filloni ju vetë, nga cili krah ta nisim. Unë për Kristin duhen lexuar ato që më ka përgatitur stafi, që 11 herë shpallur sportisti më i mirë në kampionatin ton dhe në kupat kombëtare, mbajtësi 6 rekordeve kombëtare, për U23 dhe të rriturit, medalisti argjend dhe i bronz në kampionatet europiane të rriturve. Pra, duket që nuk i ke pak arritjet, je shumë i ri dhe me sa shoh edhe këtu e ke mbushur me medaljet e tua dhe me kupat, edhe me vlerësimet. Nga më të rëndësishmet është kupa e këtij viti sportisti më i mirë e kampionatit, ku edhe thyva 3 rekorde kombëtare. Nëse këto janë 2 medaljet e sapo marrë në Europianin Moldavi, këto janë medaljet e argjendit në Europianin Sofia vitin e kaluar. Ky është sportisti më i mirë i vitit nga Komiteti Olimpik. Okej, jam i ri akoma, 24 vjeç. Në peshkritje cilat janë apo peshkritja është pa limit, më mund të ngrësh sa mundesh të ngrësh. Se ka kategori. Është ndarë në disa kategori trupore të ndryshme, duke filluar nga më e vogla tek plus, domethënë një peshë e caktuar, edhe çdo kategori ka rekordet e veta, ka, si thua, konkurrentët e vet. Është sport që sidomos te ne ka qenë gjithmonë traditë, edhe për më tepër kombinati ka nxjerr disa nga, domethënë 1/6, ka nxjerr disa nga më jo vetëm në peshngritje, po unë do flas për peshngritjen, si Sander Kondo, që është legjenda e peshngritjes, Agrona Gjyseni, Muharrem Berisha, e tjerë që kanë ardhur po nga njëjta njësi. Sa për arritjet e mia janë okay, janë shumë, po nuk mjaftojnë akoma për atë që unë dua të arrij dhe dua të çoj emrin tim. E rëndësishme është që të kuptojmë që sporti të disiplinon, ta bën jetën më të bukur, pavarësisht gjithë sakrificave dhe vështirësive që ti mund të kalosh edhe gjithë peripecive që mund të hasësh rrugës, në fund e kupton që çdo gjë ja vlen. Në momentin që ti shkon edhe ngre flamurin tënd kombëtar lart edhe dëgjon himnin, ajo nuk ka të paguar me mas një vlerë monetare ose as mas një shpërblim që mund të marrë njeriu. Është kënaqësia edhe ajo që emocioni që e bën më të bukur jetën e njeriut, edhe sporti ta fal këtë. Falenderoj. Trajner Armandi, je gati një institucion për kombinatin, edhe te pjesa e njësisë, po edhe te pjesa e zonës Sharës, edhe ke pjesa e komunitetit atje, je pikë reference, nuk je vetëm trajner, je një udhëheqës i komunitetit, je një person që bashkë me pronarët e fushave të Calceto Gersit, aty mund të ishte bërë gjithçka, mund të kishte pas ndërtime, mund të kishte patur zhvillime, po ju bashkë keni vendosur që ta dedikoni atë hapësirë private për komunitetin të rinj, fëmijët
sportin, që është një akt gati humanitar në një farë mënyrë, dhe jeni tani një model i zonës. Zona ka plot modele pozitive, nuk diskutohet, por nuk është se ka patur shumë rekorde investimesh në sporte të tjerë, përkundrazi kemi humbur me kalimin e viteve hapësira, terrene, fusha e tjerë, për cilat ne do flasim. Edhe ju jeni ndërkohë një nga ata që keni bërë të mundur që ato fusha të marrin jetë, edhe aty të ketë aktivitete, të ketë socializim nga fëmijët ke prindrit. Është, si me thënë, jeni me vërtet një shembull që duhet të ishit tu me ne, t'i thonit ca gjëra, sepse shumë pak veta marrin falenderime për meritat e tyre dhe je një nga ata që mendoj meriton shumë falenderime nga komuniteti. Sparit, falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi që t'jem këtu me ju. Kjo lloj akademia është ngritur fal pasionit, fal vullnetit, por duke parë edhe kërkesat e fëmijëve, sepse realisht unë jam lind dhe rrit në kombinat. Ekipet ku kam luajtur vetë futboll ka qenë klubi Partizanit, deri në moshën deri në klasë 8. Më pas kam marrë mjeshtrinë sportive, Institutin e Fiskulturës, po për futboll. E kemi nis këtë lloj, bashkë me Gersin kuptohet, fal pasionit për futbollin, për komunitetin, sepse fare thjesht ne mund ta ndërtonim edhe diku akademinë në një fushë tjetër, po si çuna kombinati që jemi, e pam shumë të arsyeshme që ta ndërtojmë pikërisht aty ku është sot. Edhe kërkesat e fëmijëve ishin të jashtëzakonshme, sepse e shikonim që ata rrinin rrugës, loznin, ku di unë, në përlagje. Atëherë futbolli çfarë? Loznin ku ma gjen, po celulari. Ajo është pjesa që i dërmon më tepër. Edhe nga marrëdhënia që kemi sot me prindit, më thon, telefoni vetë. Shoqëritë e këqija që i çojnë drejt një patjetër. Drejtimi jo të dëshuruar. Po pikërisht. Faktikisht pse e kam vënë emrin tekstil. Kombinati dikur ka pas qenë quajtur Tekstilisi Stalin. Pra ekipi i kombinatit ka pas ekipin e saj që loste në superiore. Është ndërtuar në 67-ën si ekip. Dhe për herë të parë dhe të fundit në 70-ën mori pjesë për herë të parë dhe të fundit në superiore. Dhe më pas u shkri. Po t'ja shohësh simbolet, kanë vënë 2 kullat e kombinatit, tëra Harkut. Kuptoj dhe kanë vënë Akademia e Futbollit Tekstil. Dhe vitin e krijimit që është viti 2015, që përkoi bëm 10 vjetorin, me që është edhe 2025-a. Ishim dje, po pastaj ju vazhduat se unë duhet hikja për një emision televiziv, po kishte popull pa funde, kishte prindër, më bëri përshtypje dhe familja jote, gjithë njerëzit e tu të mbështesin edhe faktikisht jemi fisi madh, kështu që me ftesë, siç ishte edhe ju apo ne jemi të dy qefli i sportit. Ju ishit i ftuar dhe faleminderit që erdhët. Jo, kënaqësia ime nderi për mua. Biles edhe njerëzit që ju pan aty u kënaqën për vetë faktin sepse ju jeni qefli i sportit, pasionanti i sportit. Vjen keq ta them, po se s'do ta thot tani, po ne dje po qanim se u rahëm prapë, se jemi me Interin të dy. Jemi të interista. Ngrimi daja nga Roma dje. Dhe duke se kemi humbur kampionatin me atë që bëm dje. Po megjithatë prapë jemi kështu underdogs, ne interistët nuk kemi mësuar ne të fitojmë gjithmonë. Ne jemi mësuar që të luftojmë. Pa, është më bukur. Prapë jemi në vallë për Champions League-ën. Edhe kështu që aty ne kemi në organik rreth 200 fëmijë. Pa llogarit brezat që kanë qenë apo që vinë, dhe të paktën shoh tek fëmijët një lumturi të veçantë, aq më tepër edhe tek prindrit, sepse kur i fut në botën e sportit, kur i fut në atë fushën e plert, ata transformohen në kuptimin e mirë të fjalës që ti lesh gjithë ditën të lozin apo gjithë darkën, aty nuk i shtron kurrë energjia. Aq qef dhe aq pasion që e kanë futbollin. Tani ne kemi shumë dëshirë, më thënë, fal pasionit apo fal disa ndihmeve, kemi idenë që të arrisim sa më lart të jetë e mundur, pse ekipet e kombinatit apo të Tiranës apo fëmijët e gjithë komunitetit pse mos konkurrojnë në për ekipe prestigjioze. Patjetër, po. Në për Europë po flasim, e kuptoj, të japim një dritë jeshile apo një suport nga ne të parët që jemi dritues, sepse ne në finale quhemi edukues, pastaj jemi trajnues. Kjo është ajo ideja që ne kemi në fokus tek fëmijët. Pastaj me kalimin e kohës, çdo gjë do bëhet akoma më e mirë, fal punës dhe pasionit. Është e vërtetë, edhe
i shifja dje që dilin nga makina, se ndalonin makinat, hapeshin dyert nga prindit edhe dilin nga 2, 3, 4 fëmijë të veshur me kostumet e tyre, po të lumtur, kërcenin nga makina direkt ke ajo rruga ku hyet për ke ju, gati kështu si kur hidheshin në pa prekur tokën nga gëzimi, edhe natyrisht e kupton shumë qartë që dhe kjo s'do në një shkencë në një kalem të madh, kuptosh që sporti është shumë tërheqës për fëmijët, edhe jo vetëm për fëmijët, Xhan, për gjithë ne kur shohim topin, jemi të gjithë. Është tërheqës. Është shumë tërheqës. Shumë marr rast që edhe pjesa që ka bërë Komiteti Olimpik, projekti i Komitetit Olimpik me shkollat, voleyboll dhe basketboll, që me shpresë do zgjerohet akoma më shumë edhe në sportet e tjera elitare, si besoj duhet të jetë peshngritja mundja atletika. Ka shumë fëmijë, unë e shoh te Korpusi Olimpik që është edhe vendi ku unë stërvitem, ka shumë fëmijë. Edhe që kur ka filluar ky projekt edhe kjo lëvizje, do të thonë sepse sporti është tërheqës shumë. Është shumë tërheqës për fëmijët, pavarësisht se siç edhe ju e thatë, ka shumë gjëra që të devijojnë nga rruga ose mundohen të devijojnë nga rruga, po sporti është një faktor shumë kryesor që të mbajë në linjë. E vërteta është që të mban, edhe në momentin që ti bëhesh i përkushtuar ndaj sportit, kupton që edhe vlerat e tjera, domethënë fiton atribute të tjera si person, edhe si njeri. Edhe normalisht duke vazhduar në këtë suport, mendoj që gjithë rinia do ndryshojë edhe mentalitet dhe qasje. Si e shikoni ju zonën, lagjen, se ne këtu kemi dhënë fjalën që vim edhe flasim troç. Ky është një podcast i një drejtuesi politik. Ju e dini këtë gjë, se edhe ju falenderoj që keni ardhur, se mund edhe jo të gjithë mendojnë politikisht, po themi njësoj, por në radhë parë njëherë ne jemi njerëz edhe për ato kauza që na bashkojnë, që janë të rëndësishme për komunitetin dhe për ne, do ishte mirë që ne të flasim dhe të dialogojmë siç po bëjmë. Edhe ju falenderoj që keni ardhur pa komplekse, pa asnjë lloj detyrimi, pa kushtëzim të askujt që të lidhet me, po themi, me 11 majin. Unë jam drejtues politik natyrisht, po jam edhe një përfaqësues i qeverisë dhe në radhë të parë do doja që të flisnim troç për zonën dhe për problemet që ajo ka, sepse kështu dhe ne mund të përmirësojmë më shpejt situatën, edhe më mirë ta dimë realitetin siç është nga goja e atyre që jetojnë, sesa realitetin ta bëjnë politikanët apo ta imagjinojnë ata që nuk jetojnë në kombinat. Kështu që si e shikoni ju si kombinatas jetën sportive aty, lëvizjen sportive, mungesat, problemet, cila do ishte ambicia e një banori të kombinatit për këtë pjesë, si prind, si sportist, si qytetar, çfarë s'është mirë, ku ka një, themi, defekt sa i takon kushteve për të bërë sport, rekreacion, parqe, fusha e tjerë. Nuk flas vetëm për fusha publike dhe private, natyrisht janë pjesë, por në radhë parë një pjesa publike. Si e shikoni ju këtë, çfarë do ju mungonte ju, si do e mendonit ju? Për sa i përket sportit, do ishte mirë domethënë që siç është iniciativa që ka marrë profesor Armandi, të bëheshin akoma më shumë investime për pjesën e palestrave. Sepse siç e thatë, unë kam parë disa podcaste tjera të juajat edhe, zona kombinat nuk e ka vlerësimin që i takon për të pas. Është një zonë shumë e madhe, ka shumë banor, edhe normalisht duhet zhvillohet më shumë. Edhe kur flas për zhvillime duhet ketë më shumë edhe ndërtime, se në momentin që ka ndërtime ka edhe risi, ka edhe mundësi për të pasur fusha më tepër, ka mundësi për të pasur palestra, ka mundësi për të pasur art, edhe shumë fusha të ndryshme. Edhe kjo është një gjë që pavarësisht se duhet thënë, siç ka qenë, unë mbaj mend, unë kam gjithë jetën time aty, domethënë 22 vite të jetës time. Unë jam rritur në atë lagje që unë jetoj edhe sot. Edhe duke menduar se si ka qenë kur unë isha i vogël, edhe me si është tani, është shkolla, ka ndryshuar infrastruktura, e gjitha, po ka akoma, domethënë ka shumë zona që ka vetëm shtëpia private, edhe që është mundësia që në ato shtëpi private të ndërtohen disa komplekse dhe në këtë mënyrë hapen mundësi të reja për të pasur gjithsecili edhe për të gjetur gjën që kërkon. Pra ka patur urbanizim, ka një përmirësim të kushteve, por
në proporcion me urbanizimin duhet të jenë dhe këto hapësira sportive, të cilat ndonjëherë mungojnë, sepse zhvillimi ka qenë vetëm privat ose jo domosdoshmërisht shtëpi. Vetëm hapësira sportive, po urbanizim si në pjesët e tjera të Tiranës, siç është. Duhen dhe lulishte dhe parqet. Jo, siç është edhe ndërtime, jo vetëm lulishte dhe parqet. Po, e kam fjalë, e kam parasysh, pra dhe komplekse. Po realisht ka vende kombinat. Po. Pak unë që jam çdo ditë aty që lëviz nëpër lagje, ka hapësira të bollshme për të ndërtuar, po themi fusha, basketbol, volebol, handball, ka ambiente. Ajo është pjesa paktën që unë që vi nga bota e sportit, më vret syun pse mos ketë çdo lagje të paktën një fushë simbolike që fëmijët jo detyrimisht mund të shkojnë në palestër që është një ambient i mbyllur, po mund të lozi edhe në një fushë private, po mund të lozi edhe në një fushë që është brenda lagjes tij, e kupton? Pra po themi, çdo lagje është pak e tepërt, po. Për shembull, në rastin që ju keni bërë investim, keni mbledhur disa fëmijë të gjitha. Nëse për shembull ai do bëj i shumë sportesh, do ishte shumë ide e bukur për zonën e kombinatit, sepse duke pasur shumë fëmijë, duke pasur shumë të rinj, gjithsecili mund të zgjedhë sportin që i pëlqen, po përveç kësaj ka mundësi që sepse një futbollist nuk i mjafton vetëm të luajë me topin. Profesori e di akoma më mirë se unë. Nuk i mjafton vetëm të luajë me topin, ka nevojë të bëjë edhe sporte të tjera. Po. Për shkatësim, ka nevojë të bëjë për shembull sporti peshngritjes është shumë i rëndësishëm në të gjitha sportet. Që si basketbol, futboll, boks. Po, të gjithë bëjnë në momenti bëjnë ushtrime me pesha. Po. Edhe në momentin që do bëhet diçka që do i përfshi gjitha sportet, do ketë akoma dhe më shumë sport. Atëherë, unë nuk është se tani ne politikanët bijem në gabimin që mendojmë që i dim ne të gjitha, edhe është ky problemi i politikanëve. Natyrisht që më duket se kam mbledhur boll informacion dhe këtë periudhë për zonën, edhe një lloj koncepti të zhvillimit urban dhe të nevojave të qytetit e kam nga eksperjenca ime. Ajo që vërej unë është që natyrisht që mungojnë. Mund të ketë hapësira, thoni ju, mua më vër pak në dyshim kjo pjesë sepse duhet të jenë publike, dhe te publika kemi bërë kërdin, nuk kemi lënë gjë në këmbë. Ndoshta pas tërmeteve, një pjesë e hapësirave që u liruan nga ato pallatet që u shëmbën dhe që mund të riorganizohen, mund t'i kthehen komunitetit në formë parqesh edhe, si më thënë, kënde aktive, jo vetëm lojrash, po edhe ushtrimesh që mund të jenë dhe të hapura në lagje aty në natyrë, për shembull këto këndet e gjimnastike, po themi, që janë në parqe sot kanë shumë sukses dhe janë për të gjitha moshat, jo shërben vetëm për shkatësimin e fëmijëve. Edhe në një farë mënyrë sporti nis nga një fëmijë më aktiv që i vogël, edhe ai pastaj mund të jetë një sportist më i mirë ndoshta në hapat e para të shkollës së tjerë. Shkolla pastaj luan rol shumë të madh për edukimin sportiv, edhe për organizimin, po ajo që më duket sikur mungon është, si më thënë, që do një pikë qendrore gjithë njësia 6, njësia 14 dhe Kashari, pse jo, duke e parë këtë si një 4 këndë shumë të rëndësishëm të zhvillimit të kryeqytetit, që është Kashar, Shqiponja, Astir, kombinat Vaqar, po themi gjithë kjo pjesa deri në Prushë është një nuk është 4 këndësh tamam, se është pak kështu si delta si një me 2 rreze të cilat hapen për nga jashtë edhe që zgjerohet, po themi në sipërfaqe, ku mund të kishte patjetër një qendër të madhe multisportive me shumë hapësira, mund të kishim një fushë të madhe të vërtet futbolli, mund të kishim ndoshta jo në një stadium kuptimin e mirëfillt të tifozerisë madhe, por mund të kishte një klub të rëndësishëm të kryeqytetit i cili të planifikohej me bashkinë me kryeqytetin ose me privatët, me klubet që një prej klubeve të rëndësishme që ka Tirana nuk e di tani, se s'dua të them emër, por një klub i rëndësishëm të stacionohej këtu, të kishte, si më thënë, gjithë parkun e vet stërvitore të tjerë, dhe rreth kësaj tani të kishte palestra, vende për të ushtruar për sporte të ndryshme, qendra që mund të ishin dhe të një aktiviteti social, pishina, si më thënë, vende për të bërë aktivitete të ndryshme, nga më të ndryshmet edhe aktivitetet të themi kulturore dhe sportive së bashku, ku të kishte mundësi që të kishim një gjallërim shumë të madh të jetës prindër, fëmijë, lëvizje, shoqata, klube e tjerë. Edhe kjo gjëja mund na kthente atë që na mungon prej kohësh, që në këtë zonë mungon një të themi një blok i kushtuar sportit, i cili nuk do ishte vetëm i kombinatit, do ishte i gjithë kryeqytetit.
E kemi ke Dinamo që është federata, po themi, kemi në Kamës që ka shkuar Partizani, kemi stadiumin e ri që do bëhet për Tiranën tek Dinamo, po themi tek ish Dinamo, si thonë me Selman Stërmasi. Dhe kemi natyrisht stadiumin kombëtar Qemastafa, që është pastaj për kombëtarën dhe për aktivitetet mëdha, dhe kombinati mund të ishte një pikë shumë interesante për të zhvilluar një tjetër infrastrukturë të tillë, pastaj aty mund të kishim ekonomi, biznese, aktivitete tjera, të cilat do ta rrethonin këtë gjë, që mund të ishte një pol sportiv i kryeqytetit, edhe kjo ndoshta pastaj ushqente dhe pra dhe ju vetë mund të jeni akademi private ose po themi jo publike në kuptimin, po ju gjithë mund të ndërthureni që aty mund të bëheshin kampionate, aty mund të bëheshin koncerte, mund të bëheshin shumë me njëra tjetrën. Kjo do ishte për mua që si më thënë synimi, nuk po them në një ëndër e parealizueshme, ky do ishte synimi për ta mbajtur lart stekën. Dhe pastaj nuk e di se sa vite duhet ta arrim të gjë. Fola me përfaqësues zyrtar të Interit, sepse me që ne dy jemi interist, edhe i takova dhe i mora fjalën bashkë me përfaqësuesin e tyre në Shqipëri që është Eugene Rama, një çun i shkëlqyer që drejton Interclub Albania. Fola me ta që nëse ata do ta aprovonin hapjen e një Inter Academy në Shqipëri, ky institucion, po themi, ky projekt të zhvillohej mundësisht në një sinjasht në këtë që po themi që mund të jetë kjo qendër e madhe, ku ne kemi shumë asete publike, asete, po themi, të industrisë apo të pashfryzuara, apo të degraduara, apo të shëmbura nga tërmetet e tjerë, dhe ne mund t'i dedikonim edhe zona shtetërore për t'i ndihmuar, dhe këtu pastaj mund të bëheshim bashkë, mund të krijonim një mix, një bashkëpunim mes faktorit këtu vendas dhe atyre edhe shtetit, edhe mund të krijonim një aksionarat, të themi, të sportit të këtyre tre njësive, për t'i dhënë një shembull kryeqytetit që ne e mendojmë të gjejmë një projekt shumë të mirëfillt. Kupton, nuk është vetëm çështja për të vënë sa kosha basketbolli aty këtu. Këtu e shoh unë për ta çuar, pastaj pjesa tjetër nuk diskutohet që është lëvizja, është pjesa olimpike, janë gjithë to federatat, janë shoqatat si ajo që keni krijuar ju, klubet private e tjerë, do doja ta shikoja edhe unë një ditë. Mos habitemi se vora 3 vjet projekte dhe hyri në superiore. Pra domethënë nuk është një gjë që nuk realizohet. Pra mund të realizohet edhe me kombinatin, edhe me ndoshta fola pak më gjatë se ç'duhet, po për t'ju dhënë ide në një perspektivë. Është fiks ajo që unë kisha menduar, thjesht e llove dhe them me fjalë që ajo që doja të thoja edhe unë, është e vërtet, edhe është super ide nëse realizohet, dhe mendoj që është mundësia për të realizuar. Unë flas për nga eksperjenca personale. Unë si fëmijë e kam pasur kohën shumë të zënë prej sportit. Në tjetër kohë mamaja më thonte që në rast se ti bie nga mësimet nuk çoj sport. Se unë kam provuar gjitha llojet e sportit, pasi familja s'e ka pasur një dëshirë të madhe për të marrë me peshngritje. Se normalisht është sport i rëndë dhe është i vështirë si sport. Edhe prej faktit që unë e dëshiroja aq shumë sportin, unë u detyroja që të isha mirë edhe me mësime, se nëse nuk do isha mirë me mësime, nuk do praktikoja atë që unë doja dhe dëshiroja. Edhe duhet ta lidh me faktin që sporti edhe fëmijët ja u lidh kohën, edhe në të njëjtën kohë edhe prej lodhjes që merr nga sporti, nuk ke shumë kohë që të merresh me telefon ose të rrihesh për shembull shumë kohë jashtë edhe të bësh gjëra që të devijojnë nga ajo të qenit fëmijë i rregullt edhe i mirë. Për të rikthyer pak asaj që ju shprehet pak më lart, ne tek fusha jon, tek ambienti sportiv kemi menduar ose ideatorja sa gjë që është Gersi, pra po themi në ato hapësira që është e mundur që kemi mundësi brenda rrethimit ton, pse mos bëjmë një ping-pong, pse mos bëjmë një tenis, pse mos bëjmë një tekboll, pra vëmë tavolina që fëmia jo të vi detyrimisht lozë futboll, por ka edhe tekboll që lozë me këmbë, që fiton shumë anën teknike, po një ping-pong. Pra, edhe idenë e palestrës e ka vënë. Po, mund bëni një palestër që mund të ishte për ata që duan të tonifikohen. Po ka momente prindi vje sjell fëmijën bën stërvitje, pra në futboll po themi, ndërkohë që bën edhe vetë një orë palestra. Pra, një rrugë 2 punë, që është si thënie, e kemi kryer si ide, tani të shohim shfrytëzimin ka programe shtetërore ose të federatave ose të Komitetit Olimpik që mund t'ju ndihmonin në financime, bashkëfinancime, sepse kudo në biznes ne po ndihmojmë, se mendojmë që ekonomia vjen nga leku. Në fakt ekonomia nuk vjen vetëm nga leku dhe nga tregtia. Ekonomia në radhë parë vjen nga shoqëria e shëndetshme.
edhe nga një shoqëri që është në paqe me veten, sepse pa paqe dhe pa qetësi dhe pa siguri s'ka se si të bësh ekonomi. Po mos ndoshta duhet të aktivizohen më shumë institucione shtetërore për të ndihmuar këto, për shembull ju po të bëni një projekt, po themi të madh. Dhe s'keni mundësi ta bëni gjithën vetë, se normale mundoj shumë investim. Mos duhet bërë më shumë për këtë lloj aplikimi, ka programe të tilla që ju mund të aplikoni. Edhe mund të ketë. Kësaj po. Sepse duhet ta shtjellojmë këtë gjë dhe unë mund ta transmetoj si mesazh se gjë prandaj jam këtu. Unë mendoj që është pak e pafavorshme për ligjin, sepse duhet bërë ligji sponsorizimit. Ligjet janë shumë të mira momentalisht. Unë flas për sportin elitar, janë shumë të mira, pavarësisht se ka vend për përmirësime, gjë që mund diskutohen. Po flas për ligjin e shpërblimit, ligji i shpërblimit është një nga më të mirët në Europë. Ligji i gradave, cili unë pres për ta përfituar, është po shumë i rëndësishëm, pasi ti ke një bazë ku mund mbasi ti mbaron jetën sportive, ke një bazë që të thuaj që unë bëra sport, sakrifikoha, po të paktën edhe mund të jetoj mbas sportit. Po që të bëhen këto, duhet bërë se s'bën ligje sponsorizimeve. E drejtë kjo që thotë, që është e vërtetë kjo gjë, kam dëgjuar edhe unë në disa detyrime, edhe në kulturë ndikon shumë kjo pjesë e sponsorizimeve që na pengon. Po jam kurioz po punë programeve të investimeve, sepse juve këtë që thoni, po të mos keni një suport të paktën gjysmë për gjysmë, po themi, ose një ndihmë nga bashkia, shteti e tjerë, nuk do ishit dot në gjendje ta zhvilloni të projekt. Nga Federata e Futbollit e kemi, të paktën flas për atë që unë drejtoj. Pra kemi topa, kemi bazën materiale, uniformat, kemi çdo gjë nga Federata e Futbollit, ndërsa po them për të ngritur edhe një strukturë, një strukturë fizike, palestra, gjëra këto që po themi. Po edhe mund të ketë për shumë sportesh, po, mund të ketë. Po. Atëherë kjo gjë duhet parë si gjë, sepse mund të jetë, po mendoj që kjo e sjell më të lehtë, në rast se po. Shumë më lehtë do jetë normalisht. Sepse është kur e ke një ide, kur e ke, po themi, një ambient, pse të mos e shfrytëzosh? Po, ajo që keni ju mund të ishte një një zonë e tërë me kate, me nivele, me sporte të ndryshme nga më të ndryshmet, sidomos të asaj që të pëlqen më shumë, po nuk po e thua këtë që ke qef të bësh ekipin, skuadrën, ti vësh markën edhe të tentosh ta çosh lart, ta çosh pse jo një ditë superiore. Po patjetër, ajo pastaj me shkallë shkon ajo punë, sepse do dhe suport, do infrastrukturën, do sponsorët, do sponsorët, pa sponsor nuk bën dot asnjë gjë. Kështu që po kombinati ka plot biznesmen ndërkohë, kështu që po ta rregullojmë çik këtë pjesën e ligjit sponsorizimit. Kombinati përveç të vëmë një pikë aty ke ligji që po je nga kombinati do japësh vetëm akademisë tekstili ose klubi tekstili. Kombinati përveç biznesmenit ka pas edhe sportistë shumë të mirë. Ka pas muzikant, ka pas shtangista, ka pas boksier, që i keni pas Alban Beqiri. Alban Beqiri, patjetër. Apo Alban Bushi për futbollin, apo Afrim Tola. Po. Se po i them emra, po profesor Afrimi, Idris Batha, Altion Rapa, që ka luajt. Po ta organizojmë me çik më fort pjesën e një përbashkimi të botës sportive, të kemi një si s'po them se ne jemi çik të vështirë, ne shqiptarët jemi klanor dhe fare fisnor, por kur vjen puna për të bashkuar për një qëllim përbashkët në njerë që është më i madh se sa thjesht një interes. Nuk mblidhemi. E kemi të vështirë të mblidhemi, jemi shumë individ të fortë, jemi individualisht shumë të fortë si njerëz, por jemi kolektivisht jo shumë të fortë kur bëhemi si kolektiv. Edhe ndoshta duhet bëjmë ca iniciativa të tilla që nuk do jenë politike, kuptohet, unë po e them si po që e vuajmë të gjë, e vuajmë dhe në art, e vuajmë dhe në kulturë. Jemi shumë të fragmentarizuar, jemi shumë mosbesues në njëri tjetrit në përgjithësi në kulturën tonë të tjetuarit. Nuk e di nga vjen kjo gjë, po nuk i hym dot tani gjithë rrymëve tona, ndoshta e shkuara jon, nuk e di pse e kemi këtë gjë, por po të bëjmë një dëgjes të parë, po t'i mbledhim të gjithë, po të bënim një plan veprimi me një afat me disa piketa, edhe ta lidhnim këtë me territorin, ta lidhnim me disa mundësi investimesh nga shteti dhe nga bashkia, të krijonim një si komitet, themi, të rilindjes sportit në njësinë 6, 14 dhe Kashar. Unë i marr të treja bashkë, jo se kam në një gjë me ato dy njësitë e tjera, po më duket se masa kritike e qytetarëve për të bërë një gjë që do t'i interesonte edhe sponsorëve, edhe biznesmenëve, edhe një ekonomie që do t'ishte bashkë me sportin, duhet ishte me 200.000 banor. Po është më tërheqëse. 200.000 banor, do kishim shumë më tepër klient, do kishim shumë më tepër mundësi.
edhe do ishte unë nuk e di sepse, po e kam kështu që më duket sikur e dëgjoj që tani zhurmën e një stadiumi në kombinat, që ta dini këtë punë. Domethënë që e shoh si që mund të jetë edhe pallat sporti, nuk po them, po që të jetë një vend ku mund të jenë për shembull gjithë sportet e mbyllura në sallë të mbyllur, po të jenë të niveli tepër modern. Edhe do ishte Do ideale. kemi një pallat sporti fantastik në kombinat, që është një gjë shumë e rëndësishme. Pastaj ne jemi në rajon, mund të ketë lojra rajonale, mund të ketë lojra olimpike, mund të ketë sporte, gara, kampionate, turne, edhe kjo e gjitha do sillte edhe turizëm edhe njerëz që do na njiftin jo vetëm për atë që jemi sot. Realisht do ishte idealja. Kështu që do doja edhe juve të shikoja në këtë pjesë që përveç pjesës tuaj personale ta zhvillonit edhe në kuptimin konceptual të gjë që ta shtym përpara, se duhet edhe politika në një moment, duhet edhe njësia administrative, duhet edhe këshilli i njësisë, duhet edhe bashkia, duhet edhe komuniteti. Gjitha bashkë, po. Gjitha nga pak. Edhe ta kemi si kauz të si gjë. Ideale do ishte. Unë edhe për pjesën që kur më thatë për të shprehur, kjo është, sepse normalisht interesat e mia janë sporti. Unë i kam dedikuar jetën time sportit, do vazhdoj të dedikoj jetën time sportit dhe normalisht çdo gjë që bëhet mirë për sportin, e para është interesi im personal, edhe e dyta më kënaq sepse mund të vazhdoj edhe të ndërroj edhe për breza të tjerë në të njëjtën kohë. Edhe në momentin që mund të bëhet diçka kaq e madhe si statju, është shumë e lehtë për të bërë sport, shumë e lehtë për të përqendruar te sporti, edhe gjitha këto bashkë. Asnjë lloj të keqe nuk sjell ajo lloj ideje. Pa për këtë lloj fëmie, për këtë lloj shtrese, sepse në finale sporti është kulturë, është jetë, është art. Me thonë që i ndihmon çfarë do lloj aspekti, si nga ana psikologjike, si nga ana motorike, si nga ana fizike, larg stresit. Edhe larg kriminalitetit. Patjetër që është aja. Ka studime që thonë që sporti dhe kultura, të dyja bashkë, domethënë gjithë aktivitetet e largojnë fëmijën, pastaj rinin, kuptohet se atë ai do rritet, e largojnë nga veset, nga rreziku i një jete më pranë, se ndodh kudo kjo gjë, janë me statistika që investimet në këto dy fusha ulin dëmet që ka shteti nga kriminaliteti dhe kostot që shteti ka për të luftuar kriminalitetin. Realisht nga marrëdhënia që kam me prindit që flasim, jo të gjithë e sjellin fëmijën për një qëllim, pra në finale për të bërë futbollist, se ne nuk e dim kurrë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Po gjëja e parë që thon, ta largojmë nga rruga, ta largojmë nga telefoni, sepse po të rinë sport e ka kohën e kufizuar, shkollë, sport, shtëpi. Po në momentin që ai nuk merret me sport, do mbaroj shkollën, çfarë do bëj? Do dalin lagje. E kupto? Pra po themi nga Dohani etj. Kjo është ideale, pra që kanë ata në kokë. Merret me sport edhe marrë filmin. Për kurset që ata kanë një mbështetje dot nga bashkia ose nga shteti kur kanë kurse, kur duan të kenë një shpenzim caktuar me këto kurse sportive, qoftë edhe private. Mos duhet mendojmë edhe për një lloj bonusi që lidhet me si më thënë, nëse regjistrohesh në këto kurse që mund të jenë të certifikuara, flas siç është për shembull akademia juaj, të ketë një bonus që një pjesë e asaj ti rimbursohet apo nuk e di ti njihet në një farë mënyrë dhe të familja të ndihmohet. Po patjetër, e ndihmon. Ka familje që e kanë problem, pra po themi atë pagesën mujore, ka familje që s'e kanë problem. Ti po e thua kështu, po juve familjeve që nuk kanë mundësi, ja u bëni edhe pa lek. Që ju e dini mirë. Prandaj po them, po thuaj këtë gjë, se duhet. Jo, jam dakord, Mos i kaq modest me veten. Jo, po ka patjetër që janë familje në unë apo dhe kolegët e mi. Se këta i paguajnë kurset dhe familjeve që nuk kanë, ja paguajnë. Pra ja pranojnë fëmijët pa pagesë, edhe që është një gjest shumë fisnik, edhe që do thotë që në një moment caktuar dhe ju duhet ndihmoheni për këtë gjë. Pra, do dini që jo vetëm unë, po të gjithë që kolegët e mi që kanë fëmijë në nevojë pra, vetëm se i kanë suportu, kur nuk kanë lidhje me pagesat fare mujore flasim, i marrin free, ata gjë më minimale që kanë, faleminderit nga prindërit dhe i mjafton. Pra që është t'i japim suport, jo ta ndajmë fëmijën vete pse ky s'ka mundësi financiare dhe ta lëmë. Jo, hajde edhe ti. Bashkë si shoh. E rëndësishme është të bësh sport, po për ta kthyer sportin në profesionalitet, pastaj kushton shumë. Është e kushtueshme. Për të bërë sport profesionist është goxha e kushtueshme. Domethënë profesori mund të ndihmojë vetëm me pjesën
me pjesën që kursin deri në atë moshë e kemi, pra deri 15 vjeç. Pastaj në momentin që ai është talent edhe do shpenzime, do suport shumë të madh. Pjesa tjetër duhet strukturave të sportit profesional. Pa e kuptuar, kemi po i afrohemi 45 minutave, kështu që bëni edhe nga një pjesë tuaj, si më thënë, mesazhet tuaja që do ishin për zonën, për ata që ju punoni, për njerëzit tuaj, sepse koha eci, edhe me sa duket biseda eci mirë, po që ndjehuni të lirë në atë që thoni dhe mund të ndjeheni të lirë thoni dhe gjëra që janë kritike. Nuk është e thënë se jo, unë ato që kisha kritika gjaj thash, seriozisht nuk mendoj se ka nevojë për diçka tjetër të cilën nuk e thash, se do isha i lirë për ta shprehur. Thjesht një mesazh që do doja të jepja unë është ne si njerëz mërzitemi shumë kollaj, për shembull në momentin që na vonohet autobusi ose e humbim atë ose humbim për pa një ndeshje ose diçka dhe nuk mërzitemi kur ëndrat tona, ato që kemi synime në kokë, po na ikin. Pra, e rëndësishme është që më pak rëndësi gjërave të vogla edhe më shumë rëndësi ëndrave dhe synimeve tona. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. E the bukur të gjithë. Bravo. Është shumë e rëndësishme kjo që the. Kurse mesazhi të paktën si çun kombinati që jam lindrit aty, i them të rive të merren vetëm me sport. Pra, nuk po flasim këtu për futbollin, po për çfarë do lloj sporti. Larg veseve, larg huqeve dhe sa më pak gjak ftohtë. Ju faleminderit shumë. Okej, sa më shumë gjak ftohtë. Sa më pak gjak ftohtë. Sa më pak gjak nxehtë, do thotë? Jo, sa më pak t'jen jo gjak nxehtë. Më fal, unë ngatrova. Po. Jo, domethënë që t'jen, megjithatë sporti është i fortë ndonjëherë. Nëse ka një vend që lejohemi ndonjëherë ta kapërcejmë atë cakun, është kur jemi në fushën e aty shahemi, bëjmë se e nxjerrim aty, është një moment për të shprazur. Po ajo pastaj të bën të ekuilibron shumë në jetë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë vetëm që jam me ju sot për flas për sportin, në një farë mënyrë mu relaksu dita, sepse është një lloj teme që të nxjerr nga ajo frenezia e zakonshme që ne jemi, jetojmë shumë stresuar, jetojmë me një jetë shumë toksike edhe të egër, për shkak të, ku di unë, ky tranzicion jon ka qenë shumë i trazuar, edhe ne jemi në kërkim të gjës, edhe jemi ndonjëherë e harrojmë çfarë rëndësie ka njëri tjetri, edhe harmonia, edhe kjo na lodh në fund, na bën që të jemi çik edhe po themi të vështirë si njerëz në komunikim. Megjithatë e vlerësoj shumë ti që folëm sot. Ajo që the ishte shumë thelbësore, edhe bravo të qoftë që shikon ashtu dhe që ke këtë pjekuri në atë që artikulove. Ju falenderoj, u do bëj çmos për zonën, për aq sa është në dorën time dhe për aq sa do të jetë në përfaqësimin tim, sepse do shohim, do duhet vot besohemi që të kuptojmë se ku jemi, por që kushdo qoftë që do jetë nga partia politike dhe nga, po themi, nga Partia Socialiste dhe nga pjesa që unë përfaqësoj dhe nga qeverisja Rama e tjerë, me siguri që jo vetëm ata që na dëgjojnë sot, por unë e di gjithë themi ndërgjegjen tonë sot mbi sportin dhe përgjegjësinë që kemi dhe që ndaj me kolegët e mi dhe ne do bëjmë çmos që ta ngrëm të gjë në një nivel shumë më të lartë, jo vetëm për kombinatin, jo vetëm për kryeqytetin, por edhe në rang vendi. Faleminderit. Faleminderit shumë.